Dje në orën 23:05 minuta në rrugën Video Smilevski Bato në Tetov, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria një 21 vjeçar nga fshati Zhelin e Tetovës, pasi tek ai u gjetën dhe sekuestruan marihuan dhe një lëndë pluhur e bardhë. Personi është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të paraqitet para shtresë përkatëse. Dje në orën 12:10 minuta në fshatin Toplice Gostivarit, zyrtar policor nga stacioni policor për sigurinë në trafikun rrugor Gostivar kanë privuar nga liria një 22 vjeçar nga fshati Vrapçishti Gostivarit. Gjatë një kontrolli në trafik është ndaluar automjeti i udhëtarëve Audi me targat Gostivarit, të cilin ai e drejtonte, me çka u konstatua se po e drejtonte mjetin pa poseduar patent shoferi. Automjeti është sekuestruar dhe pas dokumentimit të plotë rastit ndaj tij do të vijojë pa di përkatëse. Dje në orën 14 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një grua 50 vjeçare nga Tetova ka denoncuar keqpërdorimin e kartelës së saj debitore të pagesës. Sipas denoncimit, gjatë muajit maj 2026, përmes aplikacionit të bankës celulare M-Banking, ajo ka vërejtur mungesë të mjeteve financiare në llogarinë e saj transaksionale, por për shkak të një pushimi mjekësor më të gjatë nuk ka qenë në gjendje ta verifikojë menjëherë rastin në bankë. Më 17 qershor, pasi ka nxjerrë një raport bankar, ajo ka konstatuar se në periudhën nga 23 maj 2025 deri më datë 12 maj 2026 janë kryer disa transaksione të pa autorizuara, me çka është dëmtuar për një vlerë rreth 80.273 denar. Siç ka deklaruar ajo, kartelën dhe të dhënat e saj nuk i ka ndarë asnjëherë me persona të tretë, po merren masa për zbardhjen e rastit. Dje në orën 21 në stacionin policor Tetov, një 42 vjeçar nga fshati Selce Tetovës ka denoncuar se në afërsi të shkollës lokale në fshat, djali i tij 16 vjeçar është sulmuar fizikisht nga një 23 vjeçar. Pas marrjes së masave në orën 21:20 minuta, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë arrestuar 23 vjeçarin, i cili është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit ndaj tij do të paraqitet para shtresë përkatëse. Dje në orën 21 në departamentin për punë të brendshme Gostivar, një i mitur 17 vjeçar nga fshati Çegrani i Gostivarit ka denoncuar se një ditë më parë rreth orës 21:50 minuta në një objekt hotelerik në Gostivar, pasi ishte drejtuar për në tualet, është goditur me një send të fortë në kokë dhe ka rënë pa ndjenja, pas së cilës shokët e tij kanë dërguar në qendrën mjekësore në Gostivar, ku i është ofruar ndihmë mjekësore, po merren masa për zbardhjen e rastit.